Përshëndetje, jemi në postën e Longos. Kjo është, si që janë shkatruar të gjitha postat e tjera, se nuk e vetëm Longo që është shkatruar, është posta e objektivi kryesor, objektivi i cili ishte vënë në shënjestër nga grupi Fredi Belerit, i Lambi Papës, Haralambos Papas, edhe të ati Georgios Anastasulis, edhe të gjitha ati grupit të madhë kriminal për 7 vetës që kishin vendosur të terrorizonin prapë ushtrinë shqiptare, popullin shqiptar, duke bastisur, duke terrorizuar, duke vrarë, si që kishin bërë në Peshkepi edhe këto. Ne ndjekim njërë pas njërë të gjitha ndarjet e kësaj poste kufitare, do shikoni se ka, aty është pjesë e kapanonit, nësa duket, ja pjesa tjetër këtu brenda, është një pjesë, një dhomë tjetër, aty jashta është brezaret, në pjesa nga kanë ardhur ata, kur për ta bastisur, shikoni malin lartë, se jemi duke parë këtu, shikoni, janë dhe shtëpia të njerëzve, po këto s'kemi lidhje me shtëpitne, ja nga ato pjesa ande i kanë zbritur poshtë, ande i kanë qenë, që kanë zbritur, kanë ardhur nga e drejtim, dhe kanë zbritur poshtë. Kjo është posta, edhe me tutje do shikojmë edhe një pjesë të kësaj poste, mirë po nuk arritën ta kryenin atë akt dhe u kapën në rrugë, në tentativë për ta bërë, ja kjo është posta nga ana tjetër, e gjitha. E shohim edhe pjesën e brendshme, edhe një herë. Sepse kjo ka mbetur, siç kanë mbetur të gjitha të tjera, ka mbetur edhe kjo postë, asgjë nuk është, ja. Këto janë, ja, ka ca rroba brenda, se përse se kush nuk e di se si rrinë. Pak rëndësi ka ajo punë, puna është posta, kjo është posta e Longos, pjesa e dytë, ku ishte llogaritur të kryhej akti terroriste për të marrë peng, për të vrarë, si që vrarë Fatmir Sheun, Arsen Gjinin dhe të ushtarë e oficerët e tjerë, mirë po gabimisht ata, gabimisht për fatin e mirë të këtyre, bën një gabim atje rrugës, u dëgjuan zhurma, filluan krisma, u larguan, pastaj u kapën dhe sapo dolen afër Kakavis atje, tek një hanë, si ka qenë, kanë hanin e Dilvinaqit ata si i thonë atje vendit, i kapën atje me 7 automatik, 7 të tjerë dhe një tjerë kishte në Oxhak Kokaveshi, dhe të gjithë këto mbaruan punë dhe akoma sot janë pa u zbardhur. Domethënë, pa u zbardhur asnjëri prej tyre nuk ka marrë që të ketë marrë një